jo thjesht heq letrat, por eliminon mundësitë për pushtetin e padukshëm, heq takimet e panevojshme, favoret e panevojshme, eliminon urojtarët e panevojshëm e rezulton që është jashtë mase e vështirë që të japësh shpejt një serveri. Digitalizimi shpjegohet shpesh si reformë teknologjike dhe nuk është, do të ishte shumë modeste. Është një reformë demokratike, ndryshon jo vetëm si funksionon shteti, ndryshon as dhe kush zotron pushtet brenda shtetit. Dhe ndërkohë që e nisëm këtë rrugtim, një tjetër pyetje u ngrit. Nëse teknologjia mund ndihmonte njerëzit të lundronin nëpër qeverisje, atëherë pse jo inteligjenca vetë të mos bëhej pjesë e qeverisë? Kjo pyetje është ndrua në një person ose po themi në dikë që i ngjan, ndërtuam inteligjencën artificiale që t'i orientonim njerëzit përmes shërbimeve publike dhe pastaj morëm një vendim që shumë e konsideruan ose vizionar ose tërësisht absurd. Në fakt, disa herë mund t'ju rrëfej që ju përkisja të dy kampeve, i dham një fytyrë, një zë dhe një emër kësaj inteligjence, e quajtëm diella. Në shqipe, diella do të thotë diell. Dhe bëm diçka që asnjë qeveri nuk e ka bërë deri më tani, e emëruam në rol në nivel kabineti. Titujt shkruan duke e quajtur ardhmja, disa duke e quajtur cirk, dhe kam mësuar në këtë profesion që kur admiruesit dhe kritikët bërtasen me të njëjtin volum zëri, zakonisht ke cekur diçka mjaft reale. Megjithatë, më lini që ta heq avatarin dhe titujt sepse historia reale është shumë më interesante se sa simbolet. Ne nuk e sollëm inteligjencën artificiale në qeveri për zëvendësuar në punësit publik, e sollëm për të konceptuar një prej vendeve ku qeverisja demokratike është më e cënueshme, ushtrimi i vendimarrjes administrative. Për shembull, le të marrim prokurimin publik. Çdo qeveri duhet të blejë rrugë, barna, shkolla, teknologji. Prokurimi publik është ku shteti shndron parat publike në vlerë publike, por edhe ku paqartësia, kompleksiteti, diskrecioni shumë shpesh kanë bërë të mundur rrjedhjen e besimit publik. Kështu që i bëm vetes një pyetje tjetër. Ç'do të ndodhte nëse inteligjenca artificiale do të bëhej një partner inteligjent për gjatë gjithë procesit të prokurimit publik, jo për të zëvendësuar njerëzit, por për të forcuar institucionet. Dhe sot po ndërtojmë pikërisht këtë gjë. Ëndra ime është që ta finalizojmë dhe pastaj t'ia shesim Gjermanisë. Po, sepse pas 35 vjetësh që Gjermania na gëzhdon që duhet luftojmë korrupsionin, do të ishte fantastike nëse do të kontribuonim që gjermanët të luftonin edhe ata disa prej korrupsionit të tyre. Një sistem prokurimi inteligjencë artificiale që ndihmon çdo fazë të vlerjes publike. Nuk do të hyj në shumë detaje sepse më thanë që më duhet të flas shkurtimisht, edhe pse nuk është kur ide e mirë të ftosh dikë nga Ballkani dhe pastaj ti kërkosh të mbajë një fjalë të shkurtër. Megjithatë, ka diçka që më duhet ta theksoj. Demokracia nuk mund t'i delegohet një algoritmi. Gjykimi mbetet njerëzor, llogaridhënia mbetet njerëzore, përgjegjësia mbetet njerëzore. Ajo çfarë bën inteligjenca artificiale është diçka që është më e thjeshtë, por dhe shumë herë më e thellë. U jep në punësve të ndershëm publik më shumë informacion para se të ushtrojnë gjykim dhe i bën vendimet e pandershme shumë më të vështira për të fshehur. Algoritmi nuk është i mençur, nuk ka ndërgjegje, nuk ka instinkt moral, por algoritmi nuk ka kushërinj, nuk mund të ftohet për darkë, nuk mund të marrë një telefonat të fshet, nuk mund të vendosë që sot thjesht do të bëj sikur nuk do të shoh. Çështja nuk ishte asnjëherë që të bëni makinerinë fuqishme, por ishte pikërisht e kundërta, të ulnim atë lloj pushteti njerëzor, pushtetin për të vendosur në terr. Ne nuk e zgjodhëm emrin diella rastësisht. Dielli nuk negocion me hijet, thjesht i largon ato. Përtej diellës, po ndërtojmë diçka që është më pak teatrale, më pak fotogjenike, por pafundësisht më të rëndësishme. E quajmë Gov AI.
Nëse diella është fytyra e transformimit ton, Gov.ai është sistemi nervor, është shtresa e inteligjencës që në heshtje funksionon në institucionet e dukshme të shtetit, jo për t'i zëvendësuar ministrit, por për t'i lidhur ato, jo duke zëvendësuar në punësit publik, por